Me ardhjen e stinës së pranverës është rritur ndjeshëm edhe numri i pacientëve që përballen me alergji të ndryshme. Ndryshimet klimatike dhe prezenca më e madhe e polenit në ajër po ndikojnë drejt për drejt në shfaqjen e simptomave alergjike tek qytetarët, lidhur me llojet e shpeshta të alergjive, si dhe mënyrat e trajtimit dhe parandalimit të tyre, ka folur dermatologja Lulie Jahja. Tani pranvera paraqet një sezon që për secilin mund të them është sezon që sjell gëzim, mirë po një numër i madh i pacientëve dhe dita ditës neve na shtohet sepse paraqiten lloje të ndryshme të alergjive. Lulëzojnë lule, poleni, barishte të ndryshme që për disa persona vërtet paraqesin problem serioz. Që të zhvillohet një reakcion alergjik në organizëm, duhet që organizmi të bie në kontakt me një substancë apo me një alergen. Mirë po, që të memorohet, që organizmi të reagojë, duhet të përsëritet ky kontakt me këtë alergen, që të zhvillohet gjithë kaskada alergjike pastaj në organizëm. Kontakti i parë asnjëherë nuk mund të shfaqet një reakcion alergjik. Mirë po, kontakti i përsëritur zhvillohet një reakcion. Çdo substancë që bën kontakt me organizëm memorohet. Kemi qeliza në organizëm që e memorojnë atë substancë dhe pastaj kontakti i përsëritur organizmi reagon. Dhe si reagon? Në organizëm krijojnë disa antitrupa, të cilat pastaj reagojnë në kontakt me këtë substancë. Dhe si duke aktivizuar disa qeliza, të cilët unë i quaj përgjithëse, dhe ata janë mastocitet. Këto mastocite në brendësinë e tyre kanë disa mediator kimik, ku mediatori bazë për alergji është histamina. Dhe kjo është ajo pastaj që neve na zhvillon reaksionet apo simptome të ndryshme në organizëm, të cilët mund të jenë nga ato shumë të lehta, një kruarje, një kollitje e thatë, deri te forma më e rëndë që ne në mjekësi e quajmë anafilaks dhe paraqet vërtet diçka situatë serioze që mund të na përfundojë me fatalitet. Dhe kemi raste të shpeshta. Mbasi të arrim te diagnoza, duhet edukimi i pacientit dhe trajtim. Kur flas për edukim, do edukohet pacienti që sa më pak të bie në kontakt me alergjenin. Kur flasim për medikamente, ushqime ka shumë më lehtë. Mirë po kur flasim për to inhalative, do të thënë poleni gjëra, duhet patjetër të edukohet. I themi, shëtitje në natyrë të bëhet në mëngjes dhe në mbrëmje. Mbasi të kthehet prej pune, sepse poleni ka mundësi të depozitohet te tesha dhe te flokët, të bëhet një tush, do të thënë të mos vlej, sepse vetë edhe gjatë natës pacientit mund t'i shfaqen simptomet. Të baj syza të diellit, që mos bie kontakt me syt. Te ato që kanë reakcione alergjike më të forta, të mbaj edhe mask periudhën kur kemi më shumë polen. Kurse kur të vi puna për trajtim, është ai medikamentos, aplikojmë antihistaminik, do të thënë peros, kortikosteroid në format më të rënda, spreja të ndryshme nazal, pika për sy, edhe në forma më të rënda, u themi pacientëve këto që kanë alergji nga bleta, gjatë shëtitjes në natyrë, të marrin me vete antihistaminik vazhdimisht, do të thënë moment që ndodh pickim, me një etap të konsumoj antihistaminikun dhe të shkoj në ambulantën sa më të afërt.